me themelimin e institucioneve nga që ndodhin ngërshi politik. Pra nëse nuk bëhet ky sqarim, atëherë po që do të kishte bazë për të thënë se janë arrogant. Në asnjë moment nuk u tha se nuk do të pranona madami dhe përkundrazi për disa prej tyre thanë që kemi vlerësime dhe sa po të bëhet rishikimi i buxhetit, që do të bëhet sepse është një shumë rreth 4 miliardë euro, ato do të mirën parasysh, duke përfshirë këtu edhe atë betejën që do të bëhet mes qeverisë dhe komunave që kryesisht do të hiqen nga partitë opozitore. Pra secila komunë do të tentojë që të ketë më shumë marrë total janë kryesisht që udhëhiqen nga partitë opozitore, po themi total të komunë. Po, do thotë kryesisht kjo është një debat që kemi dëgjuar mirë, po megjithatë kur bëhet sqarimi që për mua ishte shumë i pranueshëm, nga që jemi në një fazë emergjente, të mos kalohen afatet që më pas nuk mund të ekzekutohen pagesat, duke përfshirë thash pagat, shërbimet publike, pensionet, projektet e privuara dhe çka është në rëndësi. Që besoj shikues që janë të na pa në këto momente, ju intereson. Çfarë është e përkohshme edhe emergjente? Po që tha Murati, që ti shpjegojmë çfarë. Po në momentin kur ti planifikon projektet, ato atëherë shtrihen në periudha, në etapa dhe janë afate, se më pas është dhe procedura e tenderimit, më pas duhet të planifikohen të gjitha këto që të mos ketë vonesa, të mos ketë papritura, se gjithmonë neve këtu na ndodh shpesh edhe ironizojmë na zë dhe bora i zë institucionet papritur. Por që mos kemi kësi probleme të këtij lloji, vetëm përkohësisht bëhet që të kalohet në hapin tjetër. Por çka është në rëndësi për shikuesit që të theksojmë sonte është që me miratimin e këtij buxhetit, premtimi i parë që është bërë nga kjo qeveri do të realizohet, pra paga 13. Paga 13 për të gjithë punëtorët e administratës, së shpejti do të jetë në kontet e tyre. Ajo që ishte kërkesë prof specifike nga Partia Demokratike që tha kryetari i grupit parlamentar është rritja e buxhetit për mbrojtjen në hall. Dhe kjo tha nuk u mor parasysh nga shumica në komision parlamentar u votua ajo. Megjithatë nuk ka kaluar si amandament.